në zonën për rreth ka uzurpime, ka gjemba, ka rrethoja të cilat pamundësojnë ndërhyrjen e sigurt të ekipeve emergjente. Në Kosovë kemi mira objekte kolektive, të cilat janë të ndërtuar jashtë standardeve dhe janë njerëzit të jetojnë në to pa pranim teknik të objektit. Pra, po flasim për objekte ku jetojnë qindra mira njerëz, të cilat nuk e kanë vlerësimin dhe pranimin teknik prej autoriteteve shtetërore. Këto janë objekte të cilat janë pa pranim teknik dhe në to jetojnë njerëz për më shumë se 15 vjetë prej kohës kur janë ndërtu. Megjithatë Krishnik, edhe pa pranime teknike mundet me ndodhë zjarri. Ka ndodhur një zjarr i cili e ka djeg pothuajse krejt katin e sipërm të objektit, ndërsa prej asaj çka mundet më pa këtu është që hapësira operimit të zjarrfikseve dhe hapësira e menaxhimit të situatës ka qenë problematike për shkak se në zonën për rreth ka uzurpime, ka gjemba, ka rrethoja të cilat pamundësojnë ndërhyrjen e sigurt të ekipeve emergjente. Pra, po flasim për një situatë ku uzurpimet ose shtrirjet e lokaleve, të kafeterive, të objekteve tjera për rreth objekteve banesore, po e pamundësojnë ndërhyrjen e zjarrfikseve qysh edhe Kadal, a pa që si pengesat dje për kamionin e zjarrfiksave? Edhe këtu është dashur me blloku rruga komplet për me mujt me operu zjarrfiksit, është dashur në një zonë është e paqashme me ofru zjarrfikset objektit për shkak se ka rrethoja, ka terasat e cilat janë vendosur prej njerëzve të tjerë. Pra, ajo çka po du me thonë këtu është që problemin fillestar e kemi, që si shtet po tolerojmë që njerëzit me jetu në objekte kolektive të cilat nuk kanë pranim teknik dhe nuk e kanë certifikatën e sigurisë që ato mund me jetu njerëzin to. Edhe e dyta, hapësirat të cilat duhet me qenë për rreth objekteve të tilla kryesisht janë të uzurpuar dhe janë të ndërtuar jashtë standardeve për me garantu ndërhyrje emergjente. Pra, ajo çka po du me ngrit këtu është që është fati mirë që nuk kemi viktima ende, mirë po nuk ka më na shku gjatë në këto situata, nuk ka më na shku gjatë në këtë kaos të cilën e kemi, nuk ka më na shku gjatë në këtë pasiguri të cilën e kemi në këto objekte, edhe në objektet e ndërtuara pas luftës, po edhe në mbi ndërtimet të cilat janë anën Bank Kosovës, të cilat janë ndërtuar pas standarde, të cilat nuk po shohim që ka një tendencë për me mri me standardizuar. Kur po thu nuk ka viktima, vdekën s'ka, por zjarrfiksat janë lëndu. Ka pas njerëz që janë asfiksu prej tymit, por ka pas dërgime të njerëzve në këtë punë. Po ajo çka shihet qartë është që thjesht objektet janë ndërtuar pa pranim teknik, nuk ka shkollë emergjente, nuk ka hapësira për evakuim, po ashtu edhe kjo pajisja e zjarrfiksëve të cilën e kam blet ashtë komuna e Prishtinës mrinte vetëm deri në katin e 8, pra ishte pamundur zjarrfiks me hedh ujë mbi katin e kësaj banese, u përdorën metoda alternative, me dal pi banesës tjetër me gjujt ujë në anën tjetër, po ke bukur betejë shumë e madhe. Ka nis në ora 7:30 nëse nuk gaboj dhe dikon rreth orës 2 të natës është mri me u nal zjarri. 100% e sigurt që drejtori i urbanizmit ashtu e bën një punë të mrekullueshme përfshi edhe në përshpejtimin e asaj që ka ngriti Kreshniku në pranimin teknik të objekteve. Pra, e kemi pas një situatë ku pranimi teknik ka qenë një proces shumë i ngadalshëm, ndërsa tash është përshpejtuar në masë të dukshme që nënkupton se në momentin që kryhet pranimi teknik, gjitha këto elementet edhe të përbërjes së objektit, edhe të sigurisë, edhe gjitha mekanizmat e funksionimit të një objekti janë në vend. Mirë po, prap du të rithekësoj që e kemi një përshpejtim teje të madh të pranimit teknik. Kur po flasim për barriera, janë marketet. Nuk ka market në Prishtinë se nuk i uzurpon një 4-5 metra trotuar për para. Me frigorifer, me një vazo, me një agregat. Po më duke që ti po kërkon vedije qytetarëve vetvetiu me një, sepse s'komunët më nejtë gati komuna krejtë. Menoj që du të më ndërmarrë një operacion spastrimi. I standardizuar për krejt Prishtinën, për krejt Kosovën, ku nënkupton që nëse ki market, nuk mundesh me dalën me uzurpu dhe 50 metra për para. Çka nëse del sot nesër krejt i qesin apet? Sot para inspektoratit i hekin, gojë bete krejt, nesër i vnojnë. Duhet me kuptu, gjobat ekzistojnë për këtë punë, ndërprerja veprimtarisë ndodh për këtë punë. Pra nuk mundesh ti me pas market edhe me vendos midis rrugës atë gajben me bostona atje, edhe mi pengu zjarrfiksat ka të hynë mrena.